Varfëria i detyron të ecë 3 orë në këmbë vajtardhje nga fshati i Ftuaj drejt qytetit të Klosit për të siguruar jetesën për veten, gruan dhe 5 fëmijët. 57 vjeçari Bajram Tafasani është i vetmi në familje që punon, edhe pse si punëtor ngarkim-shkarkimi. Unë jam kaftëj. Sa rrugë bënim tonë? 1 orë gjysmë. 3 orë në ditën. S'ka sfugona, s'ka se është rrugë e qeshe. Po rrugë e prishme, a? Po e prishme, është me balë. Me balë dhe në kështu. Me një smunë bëj 3 orë. Po si bënim me të smuri? Shkojmë kështu në krah me kalë ose me krah. Lodhja detyron të pushoj për pak qaste, por teksa mendon për familjen, gjën forcën për të udhëtuar drejt fshatit të tij, ku gjenden vetëm 5 shtëpi të banuara. Të pushu në Sulava. Ka pak apo në shkret ka darë kam në shtëpi. Çfarë arrin shtëpi? Ora 6:07.